U përshëndes miq nga beshkët e fshatit Ravdisht. Dy gjëra dosha t'ju them. Gjëja më e shtrenjtë për njeriu është shëndeti dhe liria. Po kur I keni këto dyja, nuk dini të shfrytëzoni akoma. Edhe më keq. U përshëndes atje ku jeni na për kafe, duke pi kafe dhe raki. Po lenja 1 orë, 2 orë, sepse punën e keni ndërtu vetë. Edhe dini ta mbani vetë, po këtë mrekulli nuk dini ta shfrytëzoni. U përshëndes dhe njerë në për mrekullitë e fshatit Ravdisht në për beshkët e Dibrës. Respekt e pafund. Gjithë shqiptarëve, shikoni çka keni përballë. Lenja kafën 1 orë, 2 orë, lenja punën 2 orë, punën e gjeni, këtë se gjeni. Gjë më e shtrenjtë për njeriu, liria dhe shëndeti. Kur I keni dhe njerë këto dyja, nuk dini të shfrytëzoni. Më pyesin mu ku e gjej kohën, do të dash mendjen. I vetëm këtu më është gjysmore nga fshati Ravdisht, ka asfalti për të ngjitë këto maje, këto mrekulli. Respekt e pafund dhe njerë. Ashtu siç janë këto mrekulli, keni dhe shpirtin, karakterin gjithë Dibran dhe gjithë shqiptarët këto që ndodheni. Respekte.